Ani pse në pushtet erdhen duke kritikuar qeveriset e kaluara për punësime partijake e familjare, vetëvendosje po përkujdeset që rehatin e familjarëve, militantëve e miqve të partisë ta bëj edhe gjatë kohës sa është në detyrë. Tani kur vendi po shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme, në institucionet shtetërore kanë kulmuar konkurset madje edhe për pozita të larta drejtuese. Vetëm brenda një dite më 28 prill 2026, Ministria e Kulturës e Turizmit dhe ajo e Sportit ka hapur një paketë të tërë konkursesh për pozita drejtuese, duke shpallur njëkohësisht vende për zëvendës drejtor të përgjithshëm dhe drejtor ekzekutiv në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës, por drejtimin e Inspektoriatit për Trashëgimi Kulturore, si dhe për drejtuesit kryesor të Agjencisë për Zhvillimin e Rinisë, Agjencisë Antidoping dhe Agjencisë së Sportit. Pra një shtrirje e gjerë në pothuajse të gjitha hallkat kyçe që mbulojnë këto digastere. Duhet përkujtuar që Ministria e Kulturës u drejtua më parë nga Hajrullah Qeko, i cili në këtë post më tepër është marrë me problemet që shfaqeshin me komunën e Prishtinës, si dhe dhënien e parave të mëdha të buxhetit OJQ-ve kulturore, sësa me problematika në për digastere. E tani kjo ministri po udhëhiqet nga ish-deputetja Saranda Bogujevci. Në vendin që tashmë është futur në fazën parazgjedhore dhe me zgjedhje të caktuara më 7 qershor, ministritë e drejtuara nga lëvizja vetëvendosje duket se po nxitojnë të plotësojnë një numër të madh pozitash udhëheqëse, duke krijuar përshtypjen e njegaren me kohën për të sistemuar strukturat para se të dorëzohet pushteti. Pashtu shihet një ritëm i përshpejtuar i shpalljes së konkurseve, pasi kemi raportuar edhe për konkurse të tjera të hapura së fundmi dhe në ministri të tjera, ku lën hapësirë për dyshime se kemi të bëjmë më shumë me vendime politike për të kapur pozita drejtuese, ose për të vazhduar këto pozita për njerëz të afërt me pushtetin që kanë qenë në krye të këtyre drejtorive e agjencive. Se a do të vazhdohet mandati njerëzve të afërt me vetëvendosje në këto pozita dhe a do të zëvendësohen drejtorët që nuk janë të afërt me VV-n, mbetet të shihet në rezultatet e konkurseve, por një gjë mbetet e sigurt se tendenca për të udhëhequr me njerëzit e partisë në secilin digaster shtetëror është dëshmuar tash e sa herë nga lëvizja vetëvendosje.